qoftë një djallë, qoftë një vajzë, nëse unë si prind nuk ja kom përqu qëtu, që djalli kur të merë nusën do të mu sjell jo me po nusën si një, këtë në herë kanë thonë kur e kanë do nusën për hajtë koftë të robi, do me unë nuk e shes si rob, po e shes si pjesë të familjes, a i veç ashtu ka mu sjell. Nëse nusja që shkon në shpinë e burrit, që tha sociologja ma herët, nuk shkon me hunë këra që ta shone se ti në këtë shpi ka me sundu. Ja, nëse e ka respektin, nëse e ka kulturën, nëse ka mentalitet shnosh, edhe din me komuniku, aja nuse ja bën venin vetit ku të që shkan. Nëse këto i mungojnë, atëherë është e kodë, cilu ti moje qështu? Jo, një nuse e tilë sigurisht duhet jetë edhe me nanën e vetë. Absolut, po faji ju mbetet grave në ndarjet e qiftit, zakonisht e dojt i gruja, ju më ripëlqej edhe gjalli. Personalisht, Talë, a kështë pas qef me jetu vetës? Unë nuk e di gjendjen tuaj, sigurisht nështë edhe jetoni vetëm, por a do të ndikon të bashkëshortja që ti të ndahesh nga familja dhe të kryosh një familje më të vogël? Do më thonë me gru dhe me 3 fëmijë. Kjo ka ndodhur para 5-6 vite dhe sigurisht... A ka qenë edhe dëshire jotja, jo vetëm e bashkëshortës? Sigurisht ka qenë dëshire imja, po ka qenë dëshire edhe gjithve. Edhe sigurisht është një privatësi, edhe është një drejt e lire jona, do më thonë edhe se cilë e don këtë. Unë po të